Dalje ne očekaj se, mora on. Germanist. In Kosovo. Unë ja Cili flet anglisht tu e? Ani hört mi veli ti kene. Këtë për organizimin duhet çka do të thonë çka. Dejo, Janusz. Dejo, Janusz. Përkys. Apo më përkys apo përkys? Pra përkysha thënë. Hajde. Që kushini ju pyti. Janusz pyti kushini ju. Ka e dini ju. We just landed this morning. London. Can I take a photo? Can I? Ne bojmë të. Mund bojmë të. Ne largohet se. Ne largohet e pa Jepi aty kujna hajde edhe vitin se kam gruan xhelose. Se kam xhelose, hajde Want a photo with you? Hajde kam se kam gruan xhelose. Hajde. Që, të që viti me i bukën. Azi zdur, ja? Thank you very much. Bërpuri. Get free for the warriors. Përëndej shumë. Thank you very much. E qanë për mua, po që shtu shi që i këvori, ma shtu
Besoj që mjeku të mshë.
Gigant, gigant. Uciekam! Pa tjetër. Pa vime marrë këtu.
Prezamuri të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Lavdi! Të dashur, vëllezër dhe motra, që keni ardhur nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar, nga buletini i Baçësis, nga Vlora Ismail Qemalit, nga të Gjirgjit Denqën Lulit, nga Presheva Ridvan Qazimit, komandant Leshit, nga Deçani Haradinajve, nga Yjet e Gjakoves, nga Karadaku i Idris Seferit, nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Pra gjithë lumej e njerëzve kanë mbytur si det sheshin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kemi ardhur në këtë shesh për të protestuar në protestet e radhës pas Prishtinës dhe Hakës, organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Pra të gjitha organizatat në bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, shoqatën Tirana dhe vjetra shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me moton unë jam UÇK,
UÇK! Unë jam UÇK! Liri për shkrimtarët! Jo pa drejtësi në emrin tim! UÇK! Edhe unë jam UÇK! Për të hapur të protest, kam ftuar kryetarin e shoqatës e organizatës e veteranëve të luftës. Ai është një personazh shumë interesant, që vërteton me spiri baladën e Gjergj Lezalis, pra është me 30 operacione, me plumën trup, por ka qenë dhe ky në Hag. Hysni Gucati. Ka bërë 4 vite burg. Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni. UÇK, 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 UÇK. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi. Kadri Veseli, Kadri Veseli, Kadri Veseli. Recep Selimi, Recep Selimi, Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, qytetarë të Republikës së Kosovës, qytetarë anëkën shqiptarë ku jetojnë dhe veprojnë. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojtë luftën e shenjtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, për me mbrojtë gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojtë nderin e shkrimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri shkrimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varrët e dëshmorëve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar bërë në sytë e vetë krimet sërbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata dhe pa drejta, po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shenjtë, të pastër për liri, por ne nuk do të pranojmë këtë, nuk do të lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest e popullit shqiptar dhe zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe shlirim. Nuk ishim kriminal, por pijet tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi gjithë të shmorëve të kombit, njeri për shqiptarët tonë. Zoti e bekov popullin shqiptar, Zoti e bekov gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë, veprojnë dhe jetojnë. UÇK! UÇK! Liri për shqiptarët! Liri për shqiptarët! Liri për shqiptarët! Vëllezër dhe motra, si që thash në fillim, pra nga të gjitha troje teknike janë bërë bashkë sot, të gjitha qytetyrët e listit kombëtar shqiptar. Këtu në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në sheshin në Mojsiu tonë, ashtu si që kishte shpatën magjike Mojsiu, shkopin magjik, edhe shpata Gjergj Kastriotit ishte si shkopi magjik i Mojsiut. E sigurisht, pra në këtë shesh, ne jemi mbledhur për të bërë një beslidhje
Ajo beslidhje është beslidhja e botës shqiptare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. Dhe kjo beslidhje është përballë botës serbe të shpallur nga slavët. Dhe ajo që na ka bërë bashkë është UÇK-ja, pra UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë tonë kombëtare. Që ditën që lindi, shtypi e quajti nëntori i tretë i shqiptarëve. Por sot çlirimtarët ndodhen në Hag me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë shqiptare. Të gjithë së bashku, UÇK! Më fort, UÇK! Njëri për shqiptarët! Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, të gjithë së bashku sot, ne jemi kom shqiptar, nuk ka kom kosovar, kemi lindur shqiptar e do vdesim shqiptar. Prandaj këtu, në sheshin Gjergj Kastriotis në Nërdeu, jemi mbledhur për të beslidhje të re të shqiptarëve. Një kom, një histori, dhe historia jonë është UÇK-ja e lavdishme. Sot, kësaj proteste, jeshtë bashkangjitur dhe nga Maqedonia e Veriut, me ngryje sfinksin e qendresës Ali Ahmeti. Ata e kanë mbyllur fushatën legrane, sepse është një fushatë më madhe, fushata kombëtare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. UÇK! UÇK! Njëri për shqiptarët! Edhe unë jam UÇK! Një kom UÇK! Një kom, një histori! Kë tubim është në vigilje të lumturimit të shëjtorës tonë, lapsit në dorën e Zotit, Nën Terezës. Pra kemi dhe bekimin nga shkrumi Daltan, nga simboli jonë Nën Tereza në këtë betejë, e cila dhe ditët e fundit saj i lutej Bill Clintonit bëni diçka për kombin tim. Edhe në vitin e mbrapsht 97 lutej për shqiptarët. E Bill Clintoni i tha, unë e kreva detyrën, tani është koha të lutesh ti për mua tek varri Nën Terezës. Dhe unë për ta ndezur atmosferën do të ftoj një personazh që ka marshuar në mbar trojën shqiptare. Ai Vladin, marshi i UÇK-s.
luftës për çlirim të Dardanisë antike dhe për të drejtat tona në Maqedoninë e Veriut, ju bashkuan dhe shumë shqiptar nga Shqipëria, që nga Tahir Sinani nga Malësia Gjakovës, Ingrid Sara, komandant Kavaja, Skedilajt Lagami. Sigurisht për të folur në emër të familjeve të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keqi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi pikpritjes dhe i bashkimit kombëtar. Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo tret, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë drizë shprese. Qytetarët e saj pritën me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për gjenocidin serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si mikpritëse. Nga kjo tokë dolën bitë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në vijën e parë të frontit, për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Skedilajt Lagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni. Ku edhe ra heroikisht për lirinë e kombit. Emri i tij do të kujtohet përjetësisht si shembull i guximit, atë dashurisë dhe idealit të bashkimit shqiptar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos ngrejmë zërin edhe për 4 udhëheqësit të UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Kresniqin dhe Recep Selimin, që mbahen padrejtisht në burgun e Hakës. Ata nuk janë kriminal, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyll syt përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizatë kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përcjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të Veriut dhe në çdo cet të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojit Skedilajt Lagami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit të UÇK-s, rrov Tirana me mikpritjes dhe bashkimit kombëtar, rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria. Këshilli organizativ i kërkoj koordinatorit ton, mikut ton Shkelsim Hajdari, ta ftonte një figurë emblematike gati një shekull jetë. Dhe ai tha, nuk jam mirë me shëndet, por dhe në mbeqa aty do të vi. Presidenti Alfred Pajsiu. Dhe tani, presidentin do të presim si qikahije.
dashur qytetarë të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës. Magjërisë e Riut, Prishevës dhe Marit të Zi. Të dashur bashkanës. Sot jemi mbledhur këtu në zemër të Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të hidhur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të cilë luftuan për lirinë e dheut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me prezidentit Recep Mejdani, Pamir Topi, Recep Pacolli dhe ish kryeministri Aderi Majdo, ishim në Hagë, në dhomat e paraburrimit për takuar personalisht me presidentin Haçi. Me bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin fiksuar, por burrat fort që kronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pastruar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njëllat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duhet të mirës shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krimë, por kanë bërë detyrën më të lartë të një historia bashkëkohore. Qëllimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj të lokjet me krahun e 4 vëzhgë të UÇK-s. Ata e përgosur pa prova, me akuza fabrikura në qaqe dhe erda serbo-ruse, që përpiqen të llosin luftën për qërimin e Kosovës. Duhet të theksoj një fakt të rëndësishëm se lufta e UÇK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët të rëndësishëm perëndimor. Në këtë kuadër, dëshmitarët zyrtarë amerikanë që po të bëjnë dhe që po të shpojnë në gjykatë, po sjellin prova dhe fakte që vërtetojnë katërcërisht ofensiv dhe udhëheqjen e UÇK-s. Këto janë të shpi të qarta se ata nuk ishin kryer, por komandantë të udhëheqjes të ushtrisë qeveritare të rishme për mbrojtjen e popullit të tyre, pavarësisht trojave shqiptare dhe idealeve të risë. Dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekullin. Por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-ja. E dashur miq, është koha që të mos heshtim, po të ngrim zërin, se me dalë të mbrojtur veten tonë dhe sakrificet që njerëzit tanë të bërë. Nuk mund të pranojmë dhe as të lejojmë të në ndërkëtet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është vrap, ajo të fituar me gjak, në sakrificet dhe vendosmëri. Nga sot në shumë të burë,
Ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur ardhmën e këmbit tonë, shumë të mbrojtur në shekuj. I bindje drejtësisë që tregoj vetë për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shporë të shkas. I rritë të 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 gjines. Zoti me kofë të Kosovën. Zoti e me kofë të Shqipërinë. Dhe tani do të ftojmë një aktor të madh, mjeshtër i madh, i cili është një veprimtar i madh i Qeshjes Kombëtare Shqiptare dhe i ka rënë kryqin tërësor trojeve etnike me aktivitetin e Unionit Artistik të Kombit Shqiptar. Lesh Nikolla, zgjohu Kosovë. Zgjohu Kosovë. Zgjohu nëna ime e dashur, balli dhe emri im i shkelur. Apo e ndjen vajin tim? Apo e sheh si ti kam ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si ti kam hedhur duart rreth belit për të përqafuar unë ashtu yt. Zgjohu, oj, sonde të gjithë për largohen. Këtë vatër, kush pëllën? Qënë të gjurë në gjaku në përfytyrën tënde, këto varre murana rresh të pisime, zgjohu Kosovë. Sonde, vetëm beta, e ndert konakut, as kush s'po ndroket më. Po mirë, thua, vdekur jam, e harruan të troje Suka Gjaku, thua më shkim burisja e mbyllur tera e konakut, bota në ty në t'kallet. Kosova porongon, peshojeni mirë të emër, peshojni mirë këto varre, kërkojnë hakmarrje, po! Hakmarrjen unë nuk e njia, ma mësove ti, si qenë henjeri, kur dasnës me hoqe flamurin, e qyqe, mi lej nuset e reja, këngën më dalin një djema, e me përzure mira njerës. Janë mëkatet rënda drushe, ku të qojnë. As të nesmit të lavdishëm, as rilina si si pranojnë. Të vdekurit në varës rasin, ku është njëria? Të rinsa thëret, ku është rinia? Rilina si thrasin, ku është pavarësia? Europë, moj bukuri e vetës tënde. Po, që shikon me sy, që s'pe i herë me zemër. A i ke pytur vetën ndo një herë, moj Europë, po të vinde shkjau, të bante Londër në gropë, një lagjën e vetme, të dishtë në Roma, Paris, do rjeti i pa e qarë qëllin për mitis? Jo! Ti mund t'jekish një fshat, mund shemesh një krahin, po një Kosovë të tërë nuk e shendot, a mund të shendet të valës, një kështjel shëndarësh që në themel s'ka kur, por zemra kosovarësh. Jo, kur Kosova jeton, Kosova gjallon, liria ka emër.
Dua të ju bëj një propozim publik, sepse përveç thirrjeve e përritjeve tuaja duhen dhe akte. Unë I propozoj publikisht Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bajram Begaj, që qepë që ndodhen Hag të nderohen me urdhrin e flamurit. I propozoj Presidentës së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, të nderojnë me titullin më të lartë drejt që ja jep kushtetuta. Gjithashtu dhe Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Malizzi e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Preshevës. Pra, kjo dëshmon se jemi një kom e kemi një histori. Raftu Çekaja! UÇK! 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 Liri për shqiptarët! Ja pa drejtsinë në të! Para se të hyjnë luftë, Aleksandri Madh, Biroja Virit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu kërcenin. Kurse komandanti legjendar Adem Jashari ra duke kënduar Mersajezën shqiptare. Më I Shqipëri më stuj Marova, se gjemtu hala e në gjallë, ka vështrue rreth Kosova e bën luftën ball për ball. Shkuj me veza! Përshëndetje shqiptar. Faleminderit Shqipëri që na bashkove sot. Shqiptar kudo ku jemi nga gjithë bota, nga troje shqiptare, për t'ju dalë Zot atyre që dikur na mbrojtën ne, për t'i mbrojtur sot ne nga këtu. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do të kënojmë bashkë këngën Mora Fjalë, një këngë që të gjithë e dujmë, të gjithë e duam. Mora Fjalë.
një popull që nderon herojt, është i pavdekshëm. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. UÇK! 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 Dhe tani do të ftoj një themelues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant i ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut, i cili është arkitekt i paqes e strateg i luftës, që konfliktin e ktheu në bashkëtesë, është konstruktor i shtetit barazisë qytetare, harmonisë ndërvetare bashkëtesës etnike me orientim euro-atlantik në Maqedoninë e Veriut, i cili ka zarmat e Mladiçit i ka bërë Universitetin e Andaresës, shtatorin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, siç është këtu, e ka ftuar në Shkup. Pra ai është vëllai jon Ali Ahmeti. Të dashur bashkëluftar, bashkëveprimtar e atletar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashur rysni, Gjavit, të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nënë, na ke trajtu e na ke prisë, si nëna bi, dhe doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu, shkrimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatull për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Nderuar bashkombas, shoqata të Shqipërisë, shoqata të Tiranës, për organizimin dhe kontributin që jepni në këtë fush për drejtësi. Të nderuar atletar të ardhur nga të gjitha trojt shqiptare përballë shtatit të lartë të kryegeneralit kombit Gjergj Kastriotit në Tiranën tonë. Nderuar organizator, të dashur drejtues të institucioneve të Republikës Shqipërisë, sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Dje nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Po ngrisim zërin për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës sonë të drejtë, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe miqësi me Amerikën dhe Europën. Dashur vëllezër e motra, ti themi gjëra troç, zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-serbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoj edhe tribunali i Hagës dhe konstatoj që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dick Marty e riaktualizoi
mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoj miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroj themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbardhë pretendimet për trafikim organesh në mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombëve të Bashkuara dhe ta rikthej UNMIK-un, ku Rusia ka të drejtë vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për të nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër, në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot, të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëjë me trafikim organesh, por është një reciklim i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot, ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që e kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e deri sotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmitë konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Recepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vijë njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Por, vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë që pavetishëm i shërbejnë agjetave ruso-serbe në marrëdhënien ndërshqiptare dhe ndjellin dasi duke shpërndar propagandën dashakeqe, pa që e fare të vetishëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është pushtë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Dashur shqiptarët e mirë, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat
e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bëhemi, të bashkohemi edhe për lirinë e shërimtarëve dhe dignitetin e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nderuar vëllezër e motra, edhe njëherë nga zemra, respekt në përjetësi, nënës Shqipëri, të gjithë ju, ushtarë e ushtare të ushtrisë shërimtare, edhe unë jam UÇK.